Motrës se thot kush do iki, unë apo ti, se të dyja punonin një njëjtën gjë. Ai thot kjo hik ti, kjo e madhe që kishte njoftë djalin Budapest. Kjo shkon deri në aeroport thot në sekondë. Ishe ti. Ti ke unë kam njohur të djalin, i thot hik ti se do ka fto për det, kupton, nuk ta humb detin. Ile se kthej nga aeroporti, vjen këto motrat me aty, vjen zonë. Ajo është mami, jo, ti është me shkon në Kosovë, bla bla, se prapë goca nga qendra i kanë prapë në aeroport, kur i fturon për në Zvicër, jo në Kosovë. Nga Kosova është topeton në Zvicër. Bas 2 ditës ta se pulla në trup, se gocën. Shkon kjo doktori marr ambulancë ato policin telefon, fut në burg të gocën. I bëjnë të analiza, kjo smundje u merrte nga njerëz të vdekur. Djali, kanibal, i merrte vajzat, i mbante në shtëpi. Okej, skip ti. Qa thua, aman? Qa thua, po ku duroti fjalën e gruas, ore? Ku duroti, ku ti nuk pyet, as për gruas, për njeri, as për asgjë. Ti nuk pyet, ti nuk di çfarë është respekti, fare. Për njerëzit tu që jemi, për gratë që jemi ne këtu. Okej, kujdes ti nga goja. Eriko, kujdes ti nga goja. Grua që jemi ne këtu. Mos manipulo fjalën, jemi gru. Ore, a merr vesh ti? Ti që je upside, ne jemi gra këtu. Ne jemi gra këtu, ty të vitur. Lëre gruan, unë nuk përmenda gratë, ne jemi gra këtu. Ullu ti aty. Ullu ti aty. Ullu ti aty, qa me ndonë, se po qosh në këmë dhe po frikson. Qa me ndonë, o Eriko, ha? Ma trego pak forcën tënde mua, ha? Ma trego pak.